Jo, realisht, Ka njerëz ka familja sa sa caktuar dhe familja heq dorë, realisht, s'mundet me kontrollu individin. Shumicën e rasteve, bravo. Fatkeqësisht, dikur kanë qenë do faktorë tjerë që kanë marrë intelektin e një populli, shembull. Akma ndrysh. Sot e shohim në rrjetet sociale, shembull. S'po du me faktorizu janë disa persona viral në TikTok, edhe nëse e shohim o shembull i keq i shoqërisë. Edhe fatkeqësisht nëse dikush vjen për vizitë Kosovë, shembull, ose mendon me vizitu Kosovën, ose i sheh ato video, sot ku jem të shkuane. E vërtet. Edhe fatkeqësi e popullit që na to prodhu, më thon budall. Sakt. Sot ndoshta njëra prej arsyeve që edhe kom bo këtë temë patjetër Dafina, por që para se me dalë tek pyetja do ta lë hapësirën për me u përgjigj. Sot shohun ndoshta 14-15 vjeçare jo të veshura, por ndoshta mund të quaj edhe të zhveshura. Ndoshta edhe ky është një lloj turpi sa i përket, sepse nuk po flasim veç për shprehjet ose ekspozimin në rrjetet sociale.